marri foto me momit e me muhe. Prishtina ishte dëshmitare një nga netëve më të bukura muzikore të këtij viti. Që nga pasditja rrugët e kryeqytetit u mbushën me kolona të gjata njerëzish që prisnin me padurim të hyjnë në sallë. Mes tyre kishte familje të tëra dhe fëmijë, një dëshmi se muzika e Dafinas Zeqirit i bashkon të gjitha gjeneratat. Dyert e sallës u hapen nga ora 18, ndërsa atmosfera filloi të ndiset minut pas minute. Nga ora në orë, salla po mbushej gjithnjë e më shumë, dhe pritja kulmoi rreth orës 21, kur pas një pauze të gjatë pa performuar live në Prishtinë, Dafina më në fund u ngjit në skenë. Gjatë pritjes para sallës, disa nga qytetarët u prononcuan për kamerën e Të shtatë, duke ndarë emocione dhe pritje të tyre në koncertin e Dafinas Zeqirit. Mirë mbroma, edhe mirë se po vjen koncertin e Dafinës, jo për koncertet që ashtu pritme me shumë entuziazëm. Mirë si u gjej, shpresoj me him nda sa ma shpejt. E di që është pak ftoft, po aja vlen për Dafinën? Ja vlen shumë, ju më kom në shta prit parë dhe me shumë entuziazëm që ku marrë direkt biletën edhe kemi prit me padurim se edhe kemi dit pak a shumë që kom unë. A menon që kë koncert është dashur me u realizu ma herët, nështë sepse njerëzit e dojnë shumë Dafinën edhe faktikisht ka shumë adhurues që mezi e kanë prit, po nështë kishte qenë mirë ose me u bë ma shpesh ashtu koncerte Dafinës ose me u bë ma herët. Është dashur me u bë ma herët, po e ka bën timingun e duhur, pauza e saj gjatë periudhës verës, për shkak që është bën nana ka tregu sa shumë i ka mungu komplet popullet edhe e ka bën timingun e duhur, e normal që sa ma shpesh koncertet janë të mira se po i përfshin ma shumë edhe familjarët edhe grupusha të ndryshme edhe njerëz të ndryshëm. Shumë e vërtet. Dafina është diva, faktikisht e dim gjithë. Qysh e sheti Dafinën si artiste? Tregove para vi që je një prej atyre dizajnatorëve kryesor që ke bo vellën e dosmës Dafinës për ndryshe përgëzime, se ka qenë vello e jashtëzakonshme, po si e shet Dafinën si artiste? Me Dafinën kom pas fat me punu shumë përveç që tipe ndryshme edhe për një prej fustanëve kryesor datën e saj, është tipe njeri mirë, është njeri ma punëtor, është taman artiste e lindën, edhe definitivisht punon qatë shumë sa që kritë këtë sukses që e ka veç falë punës saj. S'po du me t'lo shumë e njëftë, po veç edhe një pyetje për fund. Tregëm cila është një prej këngëve që mezi po pret me ndëgjua të skenë. Jom ka du me të pasë, me nej që është na e letë me kënu krejtë, fanë sa të zbashko. E dashur mi mbroma, po do kështë jashtëzakonisht mirë, sa që kur të pash me fillim, thash kusho që kjo zoj. Mirë mbroma, dhone si krejtë, po i Tregam që është më ndirë sonte, është një prej koncerteve që është prit goxha shumë, po besaj që një e mirë edhe ma e madhe është se jam pikrisht kolegë si jo që jam pranë Dafinës në një koncert kaq madhështor. Unë e Dafinën e kam mike shumë të mirë, kolege, gjithë shka. Ku marrë me shumë kënaqësi, për ndryshe nuk jam shumë që ndjeki koncertet. Kjo është më thonë pri koncerteve të para, edhe Dafina e di që kam e shkëllqy sonte edhe me nëzis po pres mu knaqë bashkë me ta. E kam po edhe pri rrjetet sociale, keni një shoqni shumë të mirë me njëna tjetrën. Qaj kishe uru Dafinës në këtë koncert, me qenë së është një prej koncertën më nda që përorganizohet kove të mirë? Se di, Dafina i ka krejt, kështu që është një yll në vete, kështu që suksese, se di që për çdo artist, çdo arritje është
përgjithësi shumë e madhe, po e di që ajo i te i kalon këto, si me thonë, emocione ose çka dhe që ka, e di që ka më shkëlqy edhe është më e mira. Sigurisht. Për fund krejt e di që është shumë ftoftë, po cila është një prej këngëve që mezi po bret me ndëgju sonte? Këngë të reja, sigurisht. Këngë të reja. A të pëlqen Dafina si artista? Normalisht. Cila është një prej këngëve që mezi po bret me ndëgju atje në skenë? Këngën e ditëlindjes. E ditëlindjes. Se kam dhurat për ditëlindje. E ke dhurat për ditëlindje. Okej, çfarë kishe thonë Dafinës kështë përmes ekranit? Veç një poq. Je morë nga Islanda. Okej, prej Islandës. A kjo ardhë enkas për koncertin e Dafinës? Ja, je morë për pushim në Oman, në Arabi, tani je morë këto e momi ka bleto bileta. Okej, a ke ndëgju për Dafinën, a e një si artiste? Po e një, edhe të ngru në shtëpi, në televizor momi që pëlqen, amë kështu personal në muzike nuk e ngaj shumë. A më pëlqen. Okej, a ka na i këngë Dafinës që të pëlqen kështu? Nëse a mund shme më nashta më në kalzum në një, nashta e një me eme. Po ka shumë, a më Supernova, janë këto të fundit për ditëlindje. Si di shumë mirë, më falë. Okej, pëlqen muzika shqipe? Po, shumë. Okej, dhe thotë sot kjo orë veç mja bo qefin momit, ha? Ba, po, i morë momi. Qa i kishe thonë Dafina Zeqirit kështu prej ekranit tonë? Hajde bona një foto me momit e me muhe. Periton mirë mbrama, po duke shumë veçanë si zakonisht. Të regëm që shpëndirë sonte është koncerti Dafinës, është shprit shumë gjatë prej gjitha dhuruzve të saj. Për ty? Tash e dina se Dafina është diva edhe e kom prit me shumë qef edhe me kom prit me shku edhe po besoj që kena më knarë sonte. A është një për koncerteve që ndoshta më me qef kjo artë, sepse i dim që e ka një dashni shumë të madhe për publikun. Po, pa tjetër që pa diskutim Dafinën e dojna krejt po besoj edhe pa tjetër që kom prit me shumë qef me konë sonte këtu. Me qenë se mirësh me make-up, kini stil shumë të veçantë, po besoj që edhe Dafinën në shetë që njëra prej artisteve që ka një stil shumë të veçantë. Mendon se ka nevojë për ndonjë ndryshim Dafina ashtu siç është në atë stilin e saj? Ja, jo, Dafina është shumë mirë që është qusha, është mu pëlqen shumë edhe veç i uroj shumë suksese. Cila është një prej këngëve që mezi po pret me dëgju atje në skenë? Këngën e parë Dafinës. Këngën e parë, krejt i fillime? Po, krejt fillime. A bon men? Po, moj mene ka këmu të besim dina, edhe më të po pres me ndi sonte. Okej, veritanëm. Dafina Zeqiri mbajti publikun në këmbë me hitet e saja më të mëdha, duke e kthyer këtë koncert në një mbrëmje emocionesh, energji dhe dashuri për muzikën, një natë që Prishtina do ta kujtoj gjatë. I love you, Pandin Cho.